Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë vendosi rrëzimin e kërkesës në lidhje me zvendësimin e madh sigurimit të Harrisburg me garanci pasurore, ndërkohë që ne kemi dhënë pëlqimin tonë për të marrë pjesë në datën 19 tetor në Belgjik në gjykimin që zhvillohet atje ndaj deputetit Mark Froko. Nuk u shpreh për dhënien e pëlqimit, ndërkohë që është një shkelje të drejta procedurale, sidomos e nenit 6 Konventës Evropiane për Drejtat e Njeriut, ku çdo person që akuzohet për një vepër penale ka të drejtë të gjykohet, të mbrohet dhe të jetë i pranishëm të dëgjohet përpara se të gjykohet. Ky është nga parimet universale në cilët Republika e Shqipërisë ndose ka ratifikuar një marrëveshje me shtetin belg, u pranua dhe nga ana e prokurorisë përgjithshme si dhe nga ana e kolegjit penal që nuk ka asnjë vendim për transferimin e procedimit penal nga gjykata belge në Shqipëri. Mospatja e një vendimi është nul fillimi i hetimeve në Shqipëri. Ne do i drejtojmë gjykatës Strasburgu, njëkohësisht do të jemi pranishëm dhe në Bruksel për të paraqitur këtë vendim, ndërkohë që ne të provojmë që ne nuk i fshihemi drejtësisë belge, ne do të provojmë që të marrim pjesë dhe do të bëjmë të gjitha mjetet tona ankimuese, ligjore, procedurale, kushtetuese për të qenë pranishëm në datën 19 tetor 2015 në gjykatën në Bruksel.